Kam diçka tjetër për ty. Një video ku dikush që se ke përfshi këtu, këndon. A e ndjekin video? Lutem. Oj, erdi bibili, oj, erdi në lëmë, tak ma bëri zemra, kur i ndjeva zëna, dhe shoqehet më pana, oj, me bisht të syrit, që përzie me grurin, ka nga e bilbili. Oj, erdi bilbili, oj, erdi në lëmë, shoqet shihinin grura, unë mlidhja ka nga, dhe nuk di që më gjeti, dhe nuk di që më zuri, o sa shpehet u bëra, u gjosi purpuri. Sa rëthim në shem, do qka të përplas, më shikon zrejnë ty, me si qka të gas, bë një hap dhe një ty, dhe bje diç kërkon të vërtot. Ajo vogla i baby 6 muaj shes në kaput. Ja tani dal dhe njerë. Shpi do e të shvet, e sa rrugë shpi, që do të qash të jet. Wow! Si ishe kjo e vogla? Faleminderit, po. Ky baby vogël, këtë këngën e ka kënduar mami, më ka qenë 20 vjeç. Mami 20 vjeqe. 20 vjeç dhe ka kënduar, ma ka dedikuar mua. Edhe kjo është një kujtim shumë i bukur. Flitet për një fëmijë që sapo ka lindur edhe përgatitet për jetën. Po. Që në moshën 6 muajsh e kanë qenë eksperiencat e mia të para me kamerat. Shumë eksperiencë i bukur. Këndon edhe ti, apo veç mami? Unë nuk e Keni ndonjë duet? mundohem të këndoj. Kam një nuancë zëri që më thot mami, kjo do ishte e jotja, këtu. Po mami më është këngëtare ati brezi ku këndoheshin pa këndohesh live, akoma edhe këtu ka kënduar live, madje. Kjo këngë, o erdi bilbili është zgjedhur madje si kënga si 100 këngët e shekullt, që ka kënduar Randa Libeova. Është këngëtare që ka kënduar shumë zhanere, madje mamaja ime këndon në 4 gjuhë të botës, ka qenë shpesher edhe në televizioni gjermane. E pranishme, po. Edhe atje këndon? Po, po pati fatin e keq që shumë vite më përpara me smundjen e leukemis, u përball me këtë fakt, dhe që nga i moment është si nuk është shkëputur. I ke falenderuar publikisht mamin për këtë këngë kaq bukur që ta ka këndu? Jo. Atëherë bëje, sepse është momenti. Ka menduar në një mënyrë, nuk mendoj që meriton një falenderim shumë special, por... Që të pak janë fëmijët që kanë një këngë që ka të dediku prindi. Shumë kujtime. Kam shumë po. Duhet të falenderoj mamin, gjyshin, sepse kam dhe një skulptur shumë të bukur në shtëpi, për kujtime kaq të bukura dhe për shembullin që më kanë dhënë mbi të gjitha. Dhe mamin duhet ta falenderoj pafundësisht për talentin, sepse dhe këto talente që i kam të trashëguara nga ajo. Faleminderit shumë.